ushtërimi i ekzekutivit. Sigurisht të gjithë jemi ndër ligjin. Këtu qenë ka puna. Pa diskutim që të gjithë jemi ndër ligjin dhe nga lashësia gjerësot të drejtën për gjykuar zbatim apo mos zbatim në ligjit, shoqërit ja kanë besuar gjykatave, gjykatësve dhe prokurorëve. Këtu që nga problemi në nështrimin, nuk jemi mbi ligjin. Këtu Edi Rama dëshmon për mbajtjen e tij psiqike. Qenë ka mbi ligjin. Çfarë do thot kjo? Do thot që ekzekutivi është i aftë, për ekzekutivin nuk ekziston ligji. Vazhdon nga pozicione ekstremiste të majta. Kërcënim i papërshmërisë së vullnetit demokratik. Dëgjojeni. Vullneti demokratik e kërcënojnë. Jo ata që mbrojnë ligjin dhe zbatojnë ligjin, po ata që vjedhin pasuritë publike duke shkel ligje dhe kushtetut. Kush e kërcënon vullnetin demokratik? E ka fjalën për kërcënimin papërshmërisë, po a nuk u largua Koçokogdhima nga parlamenti se kishte marrë fonde me Abisnetin? Pa lexojeni pak çfarë thot Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut? A nuk kishte Koçokogdhima në parlament si përfaqësues i vullnetit demokratik të zgjedhësve? A ka mashtrues me ordiner se këte person që thot këte? Kërcënim i papërshmërisë së vullnetit, pra nxjerrja për leskash jashtë nga parlamenti dhe grisja mandatit, që nga normale, po pezullimi, duke i lënë mandatin, duke mos i lënë mandatin. Kjo që nga papërshmëria e vullnetit, sepse pas kim lindur të papezullueshëm ne që i votohemi. Ç'është mur? Është ministra jo, pezullohet. Është funksion publik. Pezullohet. E shpall në akt në presionin e tij ndaj gjykatës kushtetuese. Si një akt kundër ndarjes pushteteve. Po që kur është krijuar drejtësia, është krijuar pikërisht të mbikëqyrë pushtetet për zbatimin e ligjit. Ajo është besuar saj. Po në qoftë beson, në qoftë se Edi Rama beson në ndarje pushteti, pa mundësin ose pa ligjshmërinë e drejtësisë për të gjykuar, për të vendosur, për të dëshkuar antarë të degëve tjera të pushteteve kur ata shkelin ligjin. Atëherë, çfarë mbetet këtu? A e kuptoni ju se sa i rrezikshëm është ky njeri? Kundër standardeve të Venecias, edhe njerë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga themelimi i këtij komisionit ndëruar gjerësor. Pse?
se nuk ka ministër të pa fytyrë të pa cip, që pasi të kapet duke vjedhur e të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Venecia të kërkojnë shtep për të mbrojtur. Që nuk ka. Nuk ka shkue. Nuk ka shkue njeri. Po, Venecia ka vlerësime për nenin e pezullimit. Konkretisht, neni 117 të kodit procedurës penale të Kosovës. Në cili absolutisht e gjenë plotësisht të përputhshëm me Konventin Evropian të drejtave të njerëzit, me Kushtetutën e Kosovës, po thekson që duhet të ruaj proporcionalitetin. Thekson duhet të ketë bazë ligjore, pra përcakton kushte të cilat në rastin e Ballukut jo janë mbushur, po janë stërpërmbushur. Pra, Venecia nuk është ngritur, nuk thot në asnjë këshill të saj se pezullimi i zyrtarit publik nuk ka të bëjë me ministrin. Në asnjë prej tyre. Kundër jurisprudencës së Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. Asnjë ministër nuk ka marrë mundimin pas pezullimit të ankohet në gjykatën, por ka dhënë dorëheqjen. Dhe vazhdon. Të pezullosh një ministër nuk do thotë të pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cili do nivel, po do thotë të pezullosh një autoritet me fuqi ekzekutiv vendimase në një a më shumë sektor dhe kësaj, ti pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe të propozojë qeverisë vendimeve. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. I patur. Kur një ministër smoret 6 muaj dhe pezulloni gjithë fuqishmi, është Zëvendësi që përfaqëson ministrin në Këshillin e Ministrave, që bën propozim për vendime, që kryen detyrat e ministrit. Pra, me këtë që thot, të pranon fajësinë e vetë, sepse përpiqet të mashtrojë publikun me çdo lloj argumenti, po u pezulluar ministri, nuk ka kush sjell vendimet. Vendimet i sjell zëvendës ministri, po ai vet do pezullohet. Sepse lubia, 80% firmave në vend të kryeministrit janë të lubisë. Merrni pak. Çfarë do të thosh shqiptarëve ai kur të kërkojë gjykatës i pezullimit, se s'ka kush paraqes në mbledhjen e Këshillit të Ministrave? Po i paraqes Zëvendësi. Ka diskutim. Nuk ka asnjë ministër në Shqipëri. Nuk është zgjedhur nga sovrani si ministër. As vetë kryeministri nuk është zgjedhur si kryeministër. Ka një vend në botë, një vend mund të ketë edhe tjera, se u them, po, ka Izraeli, në të cilin zgjidhet